Jam 30 vjeçe nga Elbasani dhe askush nuk do ta bëj atë punë me mua. Unë quhem Bora, jam 30 vjeçe dhe jetoj në Elbasan, aty ku lumi shkumbin ndan qytetin në dy pjesë dhe kodrat përreth mbajnë errullirje djerin. Jam beqare, jetoj vetëm në një apartament të vogël pranë tregut, punoj si administratore në një kompani private dhe çdo mbrëmje kthehem në shtëpi, ha darkë vetëm, shikoj ndonjë film dhe fle. Një jetë e zakonshme, do thoni ju, dhe keni të drejtë, por brenda kësaj jete të zakonshme u mbaj një dhimbje të pazakontë, një dhimbje që nuk ja kam treguar askujt, as familjes, as miqve më të ngushtë, deri sot. Problemi im nuk duket me sy, nuk kam asnjë sëmundje të dukshme, nuk kam asnjë deformim fizik, jam një vajzë e bukur, më thon, sy kafe, flok të gjatë, trup mesatar, por brenda meje ka diçka që nuk shkon. Diçka që më ka bërë të jetoj 30 vjet pa dashuri, pa prekje, pa atë që për të tjerët është e natyrshme. Unë jam e ngushtë, shumë e ngushtë, aq e ngushtë sa asnjë burr nuk ka mundur të hyjë brenda meje, dhe kjo gjë më ka shkatruar jetën. Kur isha e vogël, nuk e dija se isha ndryshe. Luaja me fëmijët e tjerë, vrapoja, hidhesha, bëja gjithçka që bënin ata, por kur fillova të rritesh, kur trupi im filloi të ndryshoj, kuptova se diçka nuk shkonte. Vizitat tek mjeku për kontrollet zakonshme ishin gjithmonë të vështira. Unë qaja, tërhiqesha, nuk lejoja njëri që të më prekte aty poshtë. Nëna ime thoshte, është e turpshme, do të kaloj me kohë, por nuk kaloi. Në moshën 15 vjeç, kur shoqet e mia filluan të flisnin për djemt, për puthjet e para, për dashuritë e para, unë rria në heshtje. Jo sepse nuk doja, por sepse diçka brenda meje më thoshte se unë nuk isha si ato, se për mua këto gjëra nuk ishin të mundshme. Në moshën 18 vjeç, nëna ime më çoi te mjeku, një ginekologe e moshuar me syze të trasha dhe duar të ftohta. Ishte hera e parë që do të bëja një kontroll të tillë, dhe unë isha e tmerruar. Kur ajo u përpoq të më prekte, unë bërtita. Trupi im u ngurtsua, muskujt e mi u shtrënguan aq fort sa më dhemte gjithçka. Relakso vajzë, më tha ajo, nuk do të bëj asnjë dhimbje, por unë nuk mundesha. Ishte më i fortë se unë. Trupi im refuzonte çdo lloj penetrimi, qoftë edhe për një kontroll të thjesht mjekësor. Pas shumë përpjekjesh, ajo hoqi dorë. Më shikoi në sy dhe më tha, Bora, ti ke një gjendje që quhet vaginizëm. Është një tkurrje pavullnetshme e muskujve që e bën të pamundur depërtimin. Nuk është faji yt, nuk je e prishur, por do të duhet ndihmë për ta kaluar. Ajo fjalë vaginizëm u bë pjesë e jetës sime, një fjalë gjatë e huaj që përshkruante atë që unë ndjeja çdo ditë. Mjekja më shpjegoi se ishte një gjendje fizike dhe psikologjike, se trupi im reagonte ndaj frikës, duke u mbyllur, duke u bërë i papërshkrueshëm. Më tha se nuk isha vetëm, se shumë gra e kishin këtë problem, se mund të trajtohej me terapi, me ushtrime, me durim. Por unë isha në Elbasan, në një qytet të vogël ku këto gjëra nuk diskutoheshin. Ku të shkoja për terapi? Ku të gjeja dikë që kuptonte? Nëna ime ishte e mirë, por nuk dinte si të më ndihmonte. Ajo thoshte, do të vi princi yt dhe gjithçka do të rregullohet. Sigur dashuria ti ishte ilaç për gjithçka. Në moshën 22 vjeçe mendova se princi kishte ardhur, quhej Arben. Ishte djalë i mirë, punonte në një bank, më trajtonte si princesh. U takuam për 6 muaj, ram në dashuri dhe unë fillova të besoja se më në fund gjithçka do të ishte mirë. Por kur erdhi momenti, kur ne ishim bashkë në dhomën time, kur ai u përpoq të hynte brenda meje, unë ngurtësova. Trupi im u mbyll, muskujt e mi u shtrënguan dhe unë fillova të qaj, pa menduar ta kontrolloja veten. Çfarë ke Bora, më pyeti ai i shqetësuar, të kam friksuar? Unë nuk mund të flisja. I thash vetëm se isha e lodhur, se nuk ishte momenti. Ai e pranoi sepse ishte i mirë, por unë e dija se kjo nuk mund të zgjaste. U përpoqëm disa herë të tjera. Çdo herë e njëjta gjë. Unë mbyllesha, ai frustrohej, unë qaja, ai më ngushëllonte, deri një ditë kur ai më tha, Bora, unë të dua, por nuk mund të jetoj kështu. Kam nevojë për një grua normale. Ajo fjalë normale më shpoj zemrën si thik. Unë nuk isha normale, dhe ai iku. Pas ti provova edhe disa të tjerë, secili fillonte njësoj, dashuri, afrim, premtime, dhe secili mbaronte njësoj, me mua të mbyllur në banjë duke qarë dhe me ta duke u larguar nga jeta ime. Me kalimin e viteve, pushova së provuari, pushova së besuari se dikush do të më pranonte ashtu siç isha. Fillova të them, jo para se dikush të më afrohej shumë, u bëra eksperte në largimin e njerëzve para se ata të largoheshin nga unë. Tani jam 30 vjeçe. Shoqet e mia të fëmijërisë janë martuar, kanë fëmijë, kanë shtëpitë e tyre. Unë shkoj në dasmat e tyre, buzëqesh, uroj dhe kthehem në shtëpinë time të zbrazët. Disa më pyesin pse nuk martohem, pse nuk kam të dashur.
Unë them se jam e kënaqur vetëm se kam zgjedhur karrierën, se dua lirinë time. Gënjeshtra. Vitin e kaluar takova një burr ndryshe, quhej Gentian. Ishte këshilltar psikologjik. Kishte jetuar në Gjermani për 30 vjet dhe ishte kthyer së fundmi në Shqipëri. Nuk ishte si të tjerët, ishte i duruar, i butë, më dëgjonte, pa më gjykuar. Kur i tregova për problemin tim, ai nuk u largua, përkundërzi më tha: "Bora, unë e di çfarë është vaginizmi. Kam trajtuar gra me këtë problem në Gjermani. Nuk është fundi i botës, mund ta këparcehet." Për herë të parë pas shumë vitesh, unë pata shpresë. Filluam të takoheshim, të flisnim, të ndërtonim një lidhje të ngadalë pa presion. Ai më mësoi ushtrime e relaksimi, më ndihmoi të kuptoja trupin tim, të mos kisha frikë prej tij. Pas disa muajsh vendosëm të provonim. Ishte më e qetë se kur më parë. Kisha besim tek ai, tek unë, tek ne, por kur erdhi momenti, trupi im përsëri reagoi. Jo aq fort sa herët e tjera, por reagoi. Unë mbylla, ai nuk mundi të hynte dhe unë fillova të qaj. Gentiani më mbajti në krah, më tha se nuk ishte rëndësi, se do të provonin përsëri, por unë pash në sytë e tij një lodhje, një zhgënjim që nuk mund ta fshite, dhe e dija se edhe ai përfundimisht do të largohej. Dhe u largua, jo menjëherë, por pas disa muajsh. Më tha se më donte, por se nuk mund të jetonte pa intimitet fizik, se ishte njeri normal, me nevoja normale, se shpresonte ta kuptoja. E kuptova. Si nuk do ta kuptoja, edhe unë kisha nevoja normale, dhe unë doja të ndjeja atë që ndjejnë të tjerët, por trupi im nuk më linte. Pas largimit të tij, unë rash në depresion. Nuk doja të ngrihesha nga shtrati, nuk doja të haja, nuk doja të shija njeri. Për 3 muaj jetova si hije, duke pritur që jeta të mbaronte, duke shpresuar se një ditë do të zgjohesha dhe gjithçka do të ishte ëndër. Një ditë, mamaja ime erdhi pa paralemërim, më gjeti në shtrat, pa lar, pa ngrëm, me flokë të prishura dhe sytë e skuqur, ul pranë meje, më mori dorën dhe më tha: "Bora, bia ime, unë e di që ti vuan, e di që ke kaluar gjëra të vështira, por nuk mund të rish kështu për gjithmonë. Ti je e fortë, ti ke jetuar 30 vjet me këtë problem dhe ke mbijetuar, do të mbijetosh edhe më tej." Ajo më çoi te një mjek tjetër, një specialist në Tiranë që më kishte trajtuar raste të veçanta. Mjeku më dëgjoi me vëmendje, më bëri pyetje, më ekzaminoi dhe me kujdes dhe më në fund më tha: "Bora, problemi yt nuk është vetëm fizik, është edhe psikologjik. Ti ke krijuar një frikë të tillë ndaj dhimbjes dhe depërtimit sa trupi yt reagon para se mendja jote të ketë kohë të mendojë, por kjo mund të trajtohet. Do të duhet kohë, durim dhe një partner që të kupton, por mund të trajtohet." Fillova terapi. Një herë në javë udhtoja për në Tiranë, takoja psikologen, flisja për frikën time, për traumat e fëmijërisë, për marrëdhëniet e dështuara, mësova ushtrime relaksimi, mësova të kontrolloja frymarrjen, mësova të pranoja trupin tim pa e gjykuar. Gjithashtu fillova të përdor dilator, një lloj mjeti mjekësor që më ndihmon të mësoj trupin tim të pranoj diçka brenda vetes. Ishte e vështirë në fillim, shumë e vështirë. Qaja sa herë provoja, ndjeja dhimbje, ndjeja frikë, por shumë ngadalë fillova të përparoj. Pas 6 muajsh terapi, unë isha në gjendje të pranoja dilatorin më të vogël pa dhimbje. Ishte një fitore e madhe, por për mua ishte si të ngjitesha në majën e Everestit. Sot, një vit pas fillimit të terapisë, unë jam në një vend më të mirë. Ende nuk kam një partner, ende nuk kam bërë atë që ndroj, por kam shpresë. E di se nuk jam e pashërueshme. E di se një ditë dikush do të vijë dhe do të ketë durim të më presë, të më kuptoj, të më dojë ashtu siç jam. Dhe unë do të jem gati, jo perfekte, por gati, gati të provoj përsëri, gati të besoj përsëri, gati të hap atë derë që kam mbajtur të mbyllur për 30 vjet.